Dhe nëse i futemi këtij diskutimi ka anomali pafund dhe nuk e di se si do ta zgjidhi drejtësia çështjen e këtyre dy standardeve, kur dalim te teknikaliteti, tek boja dhe këtu patjetër kandidati, po do ta hetoj patjetër, e them që çfarë, jo, do ta hetoj, po me çfarë anomalisht do të përballemi ne në momentin që do të ndodhi ky lloj hetimi, mendoj që do bëhet një mishmash i paparë në gjithë këtë histori, por kandidati me të drejtë nuk do ketë hetim për këtë që ngritet. Presupozohet që dhe për këtë duhet kishte. Jo, nuk kam lidhje me këtë. Po e dhash në formë krahasimore. Po për këtë nuk ka vetëm Unë mendoj që gjithsesi është e drejta e kandidatit në momentin kur shikon dhe gjykon se ka anomali për ta ngritur këtë si çështje. Ajo që shikoj unë është një dy standard edhe i vetë drejtësisë. Pra këtu kemi edhe një lloj përplasje indirekt i gjykatës edhe me ato vendime apo ato raste që nuk janë hetuar nga SPAK-u. Dhe këtë është tipikisht ajo që thatë ju, gjyqësia e re, drejtësia e re. Dhe kjo vjen në sinkron në mendimin tim, dhe unë këtë e shikoj si një proces tërësisht pozitiv për Shqipërinë. Kjo vjen si përpallja reale e politikës me drejtësinë. Deri tani, pas kemi patur një proces i cili nuk ka qenë përballje reale. Tani është përballje reale dhe në sinkron të asaj që kërkohet nga procesi i integrimit evropian, mendoj që ky është aksioni real i cili do të preki ato peshqit e mëdhenj edhe nga ku do të shikojmë nëse ajo çfarë kemi ndërtuar në si retorik që zyrtarët e lartë kanë ngrënë dardha mbas kurizit të qeverisë, dhe shikojmë se sa e vërtet ka qenë kjo si qasje. Ajo që do shikoja unë është retorika e zotit Dumani, i cili dhe për të parë dhe pse nuk janë hetuar këto raste, siç është zoti Kalaje rastin fjalë, ai dha një shpjegim shumë të qartë dhe gati justifikues kur ishte në komision parlamentar, dhe tha që ne kemi mungesë të burimeve, kemi mungesë të stafit, kemi mungesa qoftë edhe të prokurorëve për të hetuar ngjarjet. Dhe këtu vendosi një lloj hierarkizimi që i bëhet çështjeve që merren hetim nga SPAK-u. Dhe ky mund të jetë një formë justifikuese nga SPAK-u për të thënë që ne kemi hetuar ato çështje që i kemi parë si më të rëndësishme dhe ne kemi refuzuar ato çështje që janë parë si, pra, nuk i shërben asgjë. Dhe në këtë kuadër del zotëria këtu individualisht dhe shkojë në lëvizje. Nëse ti vendos këtë lloj hierarkie, drejtësisë nuk i shërben, por mënyra se si është justifikuar dhe shfaqësuar, pse nuk janë hetuar këto çështje, është se janë parë si jo prioritare, si mungesë dhe si rrjedhoje e mungesës burimeve. Zgjedhjet janë më prioritare se pushtetet. Patjetër, këtë do thoja që vetë koncepti demokracisë edhe asaj kriterëve që ne duhet procedojmë është reforma zgjedhore. Dhe në Shqipëri ne kemi parë që çdo zgjedhje, pastaj bëhet reformë zgjedhore, ndryshohet kodi zgjedhor, ndryshohet ligjet zgjedhore. Dhe këtu nuk ka patur stabilitet sa i takon demokracisë në zgjedhje. Dhe këtu është momenti që mendoj që drejtësia do t'japi një spunto shumë të mirë për ta çuar përpara këto. Vetëm ka një gjë, Petraj, drejtësia duhet të jetë e verbra, jo, shpreha. Duhet të jemi të gjithë barabartë. Te rasti ka lasë unë shof dhe një gjë tjetër. Shof dhe nuk du të parajgjykoj kandidatin që ka marrë mandatin. Bile me thënë vërtetën, nga mënyra se ka folur në parlament, ka qenë më dinjitose shumë deputet të vjetër, se cilës nga palët. Por nga ana tjetër, shikon që SPAK-u heziton kur vjen puna të hetoj një çështje që mund të ketë qoftë me komisioner të Partisë Demokratike. Ndërkohë që SPAK-u te rasti konkret duhet ishte edhe pak më aktiv, se bëhet fjalë për një person që ka patur një historik caktuar. Ka pasur një ngjarje të rëndë kuris, ka dalë nga vettingu. Pra le të themi SPAK-u duhet ishte më i vëmendshëm ndaj një rasti të tillë. Por thjesht kur shikon që është emblema e Partisë Demokratike, hija Partisë Demokratike, ata hezitojnë. Shikom, ajo që shikoj unë rasti Aulonit do bëhet rast precedent. Kur vjen puna te qeveria. Aty pastaj rasti Aulonit do bëhet precedent për sa i përket krimit zgjedhor. Këtu kemi të bëjmë me krim zgjedhor, natyrisht, dhe e kap SPAK-u. Problemi jo, SPAK-u s'kapi gjë, e kapi gjykata. Tjetër gjë ajo, po e kap kompetencë, e ka strukturë pasaj. Në marrëdhënien e parë të mosfillimi është që, me thënë drejtën, pjesa e kapaciteteve të tek ata është e mangët. Ata nuk din ta hetojnë këtë situatë, duhet të dishin e për përballje me situata krejt e reja dhe struktura posaçme, është e pa përgatitur me këto fenomenet të cilat po i ndodhin dhe po u vinë në derë këto pjesë të procedimit. Pasa tani, që të vim të pjesa e procedimit përsa i përket rastit të Aulonit. Duhet të dish që të shikosh tani mira orë, apo mira minuta, të përqendrohet, duhet staf teknik, eksperta, e tjera,
që me mendimin tim, ato detyra të pakëtën që dëgjova nga Auloni, strukturës posaçme do t'i duhet minimalja më e pakta një vit që të arrijë të kanalizoj problemin me detyrat që i ka lënë gjykata dhe pasaj të merret me personazhet që t'i pyesin. Po pse ato të Vaude se kanë çuar për ndjekje penale. Ku diun, ato të Rogozhinës se kanë çuar për ndjekje penale. Ku diun, po ata të Durrësit, shjai deputetit Durrësit, edhe ai me çështje zgjedhjes ishte deputet dhe atë e çuan për ndjekje penale janë raste flagrance. Këto janë raste flagrance. Rasti i Aulonit është krejt tjetër. Auloni ka bërë një betejë të jashtëzakonshme dhe e ka ngritur zërin në çdo hap, edhe gjatë kohës i bëj numërimi, edhe gjatë kohës i u dha që po kalonin proceset... Vetëm është një gjë, kjo që i ka ndodhur Aulonit është dhe pa precedens, sepse është gjykata që i ka thënë prokurorisë posaçme, ktheu 100%, nuk e ke bërë detyrën. Do të dish diçka. Që ta përkthejmë. Shiko, janë të ndara pushtetet. Tjetër punë që po hetohet, kasi. Shiko, detyrë... Dhe tjetër punë që Spaku s'ka kush e heton. Por praktikisht i ka tërhequr shumë veshin Spaku dhe ka thënë ke pas zyrën te KQZ-ja, ke pas zyrën gjithë me kemi diskutuar plasje mes instancave, vetë drejtësi. Shiko, ka ndarje pushtetës në drejtësi. Gjykata ka autoritetin e vet dhe pjesa e prokurorisë ka autoritetin e vet. Problemi është që në këtë rast, kur ka mos fillim, e lejon procedura që personi që ka bërë kallëzimin të bëjë ankimin dhe është gjykata që e trajton. Kemi vend për ta kthyer dhe për ta regjistruar si procedim dhe të fillojë hetimi, pra kjo është pjesë procedurale. Por, se sa do arrin deri në atë pikë të cilën Auloni ka panoramën shumë të qartë, nuk e di, kjo ngjerët për të parë. Unë për vete kam rezerva. Keni rezerva për shkak të pamundësisë Spakut apo për shkak të metrit jo të njëjtë të trajtimit për kësaj çështje? Jo, nuk e kam të pjesa e trajtimit, por të pjesa e kapaciteteve se si do ta trajtoj dhe si se... Një sekond, unë jam në këto procese. Patjetër. Dhe di se si mund të vi Spaku me 50 karroca me letra, që të lë 10 ditë për t'i lexuar, ti s'ke kohë për t'i parë me sy për 10 ditë, ndërkohë që shkon dosja në gjykatë e tjera, dhe gjykatësi i seancës paraprake ka një kohë të caktuar, po të lexoj 80.000 faqe, apo 200.000 faqe, apo 300.000 faqe, tani kjo nuk është pa sens, ë? Atëherë, më fal, janë dy tipologjitë e shkeljes, ti bim shkurt. Është ajo që tha Auloni, thash dhe unë fillim. Është e para ku ti merr proces verbal në vjetër. Po nuk është ajo më, e di se trajton ajo atë? E di çfarë thot aty? Ja po ta them unë. E thot, që gabim njerëzor, thotë nuk duhet të dish. Gabim, qindra vota? Si e mat, edhe një vota me ikuti. Nuk desha thoja. Qindra vota. Këto nuk kanë përcaktuar, Ti ke brenda një qarë. Është vetëm ja zonjë tavolin. Jo, ideja është që këta nuk kanë përcaktuar kush është marrësh i gabimit. Kush është gabimi njerëzor. Se ne di, bëjmë sondazh e dim sa është. Se marrësh gabimi mund të jetë dhe 100 vota, siç thot Auloni, po mund të jetë dhe 1000 vota në një kuti. Çfarë, kush ishte precedenca, sa ta them këto. Precedenca ishte kalimi mandatit, kur u bëri numërimi pati kalim mandatin fjer. Mandati i Zeqines më duket, i kaloi Manjolës, ishte një vajzë tjetër. Dhe Sonja pastaj dha dorëshën. Po kjo ishte precedenca. Po jo, po themi precedenca kalimit mandatit, kjo erdhi si rrjedhoja rinumërimit votave. Dhe këtu duhet ndajmë ne, kush është gabimi njerëzor. Dhe të na thot avokati kush është gabimi njerëzor. Rastin e Tiranës, 10 vota. Edhe njërë, unë ja u thash, e kanë trajtuar në këtë pikë. Tani, që mund të ketë në 1.700.000 votus, kanë dalë 1.000 apo 2.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Jo, e ke gabim. Ja ma ta mbarojë, e mbarojë unë, këtë dhe pasaj. Tani, unë nuk po mbroj atëm, unë po, edhe njërë, o Aulon, jam në linjën tënde, o Aulon, ti prapë s'po më kupton. Jo, po që të ndimoj. Në Tiranë u trafikon 10.000 vota, në Fier u ndru një mandat. Në Dibër kishte probleme mes kandidatëve, në Durrës u trafikon Tirana u numëruaj gjithë, nuk janë 10.000 vota në Tiranë. Në momentin që ty dalin 22 vota që ti ka vjedh një kandidati dhe e japin një tjetri në një kuti, kujdes, në një kuti, ti kishe Cenoklasin që të ka vjedh 1.200 vota në Fier, dhe këta i qujtën gabim njerëzor, tani më vjekeq... Po pikërisht kjo është historia mund, këtë po të them unë, dhe prandaj ta kanë për mos fillimin tyja. Në Tiranë 10.000 vota, si djathta, si majta. Po ku kanë qenë këto 10.000 vota njësëm të paktën për këtë 10.000 që nuk e di? A ti them unë, ti them ti marrë me radhë. Po mere mund se di. Po, që nga Blendi Gonxha, që nga Jorida Tabaku, që nga kandidat tjerë, po a dolën të komisioni, a dolën?
Po pra, po marrën nga 200 vota se cili. Po a dolën këtu, të komisionit e rinumërimi? Po pra dolën, këtë po të them. Po qa janë këto gabime njerëzore? A i po thot, lëvizja në fund farë është 10.000. Avokat, ka dhe një gjë, se më kujtojt i ndjeri Gilman Bakalli, kur mori pjesë në zgjedhje atëherë, që u shkëput nga partia dhe mos ga bëjnë 2009. Shumë dinjetoz ka qenë. Gilman ndjerë, kur u hapën, sa po mirë më tha, po vota ime dhe familjes time, po. Dhe u talën media me të, një pjesë. Po, dhe u talën, shiko që ato ta uloni me drejt, në perëndim, edhe një votus ka drejt, se tot, këtu nuk ka rëndësi fare nëse ka ndryshuar rezultati apo jo. Avokatën të qëndrim prezë nga ti. Kush je ti që vendos? Jo, po të kjo do rish. Gjykata i ka thonë po të preket një votë, sepse sovranitetin populli e jep në preket një votë. Kush jeni ju që preket sovranitetin e qytetarëve? E thot gjykata europiane, por nuk e thot ligji shqiptar. Një që ti që e prek. Kush je ti që vendos që kjo prekje nuk hetohet? Prish pra. Kjo është problem që fillon nga kasi, kolegj zgjedhor. Shikon, kolegj zgjedhor, unë kam dalë 4-1, ka pas vendim pakice. Më ka habit ajo zonja, nuk e njoh, gjyqtare, nuk e di atja për men emrin apo jo. Një zonjë e cila ka bëj interpretim të jashtëzakonshëm, domethënë, se si ajo donte që unë të legjitimohesha, jo Auloni, kandidatët dhe pikërisht me këtë jurisprudencë që ka bërë ajo, e ka marrë dhe kam çuar në gjykatë kushtetuese. Sigurisht që duke e shëndosh me të gjithë argumentet e tjerë. Për shiko çka ka ndodhur, precedenti i gjykatës kushtetuese për Rumaninë, për Serbinë dhe për Bullgarinë i kanë dhënë gjithmonë drejt kandidatit, se edhe këto vende janë has me të njëjtat probleme që kemi pas neve. Prandaj shoqëria individit, është shumë e rëndësishme për ne tani që po bëjnë kodin zgjedhor. Jo, këta po bëjnë kodin zgjedhor prap. Janë ul prap bashkë me bë kodin zgjedhor. Një pyetje kam unë. Do reflektohet kjo në kod zgjedhor? Sepse e tha komisioni, OSBE Odir, raporti OSBE Odir, tha kandidatët nuk ishin akses në proces. Keni një paragraf aty që e thot. Dhe një pyetje sepse me që Petra ndoj për cilë të pjesë. Vetëm një sekundë. Një pyetje për avokatën dhe për cilë. A duhet në këto momente kur politika, pikërisht në momente kur politika duket që bën pazar, edhe institucionet që ajo zgjedh, a duhet ndërhyj drejtësia? Shikom. A duhet vendoset drejtësi pa marrë parasysh, jo, Auloni mu mos ta fitoj fare mandatin. S'është kjo, po s'është për mandatin. Problemi është, a duhet, ky është rasti tipik ku drejtësia duhet ndërhyjë. Spaku ka qenë pjesë e task force-s. Më ka pas zyra aty. Një sekond. Ka qenë pjesë e task force-s, por nuk kisha autoritetin të vendosë, sepse gjithçka ishte në drejtimin e prokurorit përgjithshëm, që ishte dhe komisioni qendror i zgjedhjeve, drejtoria. Zotëri ka qenë Spaku aty çfarë prokuror përgjithshëm. Edhe një herë, po flasim për pjesën e task force-s. Tani, pa u vënë në lëvizje struktura e posaçme nga një individ, nuk lëviz drejtësia. Problemi është personi i cënuar, personi i dëmtuar, duhet të vëjë në lëvizje të bëj kërkesën pranë institucionit. Por institucioni është ai që vendos. Po e ka bërë, më ja ka rrëzuar 2 herë. Një sekond. Po pikërisht pra se kjo është prandaj ka shkuar në gjyq. Shiko, është trajtuar si pjesë e mangësisë së kapaciteteve. Ai e shprehu vetë administratori i sotëm i strukturës posaçme. Ka me të vërtet mungesë kapacitetesh, por nuk do të thotë që kjo çështje mos të vjet në lëvizje. Për mendimin tim, kjo do të bëhet precedent edhe për raste të tjera. Por është Spaku i Zotit tani që ta trajtoj çështjen dhe detyrat që ka lënë gjykata për këtë pjesë të procedimit, të regjistrimit dhe detyrat që do të bëj në hetimin paraprak, kjo ngjerët për të parë dhe kjo është ajo për të cilën unë them. Por mënyra se si ka vepruar Auloni në të gjithë të pikë, për mendimin është rrugë shumë e drejtë dhe është